Në Londër bie nga qielli një ëngjëll i vërtet. Një lajm është duke bërë kërdi në rrjetet sociale. Ai lajm thotë se një ëngjëll i vërtet që i ngjan një njeriu me krah ka rënë nga qielli i Londrës. Krijesa, e cila ka ngjashmëri të shumta me njeriun, por që i duken edhe dy krah, duket të ketë rënë nga qielli rreth orës 13:50 të ditës së hënë. Krijesa, që pa hezitim nga të gjithë ata që e pan, u cilësua si ëngjëll, me shpejtësi u mor dhe u largua nga policët e maskuar, të cilët kishin veshur kostume të errta dhe syza, duke përngjarë kështu me personazhet e filmit Men in Black. Kjo ndodhi disi brenda pak ditësh prej se NASA bëri me dije se kishte zbuluar një planet të ngjashëm me Tokën. A thua kemi të bëjmë me alien, apo ndoshta e tëra kjo është vetëm një shaka e pakripe dikujt? Sido që të jetë, ky është një lajm paksa i frikshëm. Apo jo?